Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Një muaj pas dasmës vjen lajmi i ëmbël. Fituesi i Bigut do të bëhet baba. Një kapitull i ri dhe shumë i lumtur ka nisur për Vesel Kurtishaj. Ish fituesi i edicionit të 8 të Bigut, po përjeton një nga momentet më të bukura të jetës së tij. Pasi shumë shpejt, ai do të bëhet baba për herë të parë. Lajmi i ëmbël është konfirmuar nga partnerja e tij Rezja, e cila ka zgjedhur rrjetet sociale për të ndarë këtë moment të veçantë me ndjekësit. Ajo publikoi një foto ku shfaqet me barkun e rumbullakosur, duke zbuluar kështu shtatzanim për herë të parë. Krahas imazhit, ajo shkroi: "Në epokën time si nën", një mesazh i thjesht por plot emocion. Ky zhvillim i bukur vjen vetëm pak javë pas një tjetër momenti të rëndësishëm për çiftin. Muajin e kaluar, ata kurorzuan dashurinë e tyre me martesë, duke organizuar një ceremoni të madhe dhe tradicionale në Prizren. Në dasëm morën pjesë miq të afërt, familjar dhe figura të njohura publike, duke e kthyer atë në një festë të vërtetë. Brenda një kohe të shkurtër, çifti ka përjetuar dy nga momentet më të rëndësishme në jetë: martesën dhe pritjen e një fëmije. Një periudhë mbushur me dashuri, emocione dhe plane të reja për të ardhmen. I urojmë sa më shumë fat në jetën e tyre dhe me më shumë fëmijë çiftit.